Tubimit do t'ja shtojnë hijeshin, ndonë se enkas për këtë nuk janë vendosur këtu lartë. Megjithatë të tillë pati edhe poshtë, edhe pse shtizat e tyre nuk ishin më të mirat. Krahas këtyre, qytetarët që po vinin në tubimin e Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj, ju shpërndan edhe kësi flamuj të vegjël të partisë. Me ta në dorë, duke përshtatur edhe me ngjyrën e veshjes, njëra e shijoi fort atmosferën. Rekuizita nuk morën, por me instrumente të veta tupangjenjet erdhën të tubuarit. Të luajnë në to nuk u lejuan, pasi këtu pritë të arrijë në çdo moment kryetari aktuali i Ferizajt Agim Aliu, që po synon edhe një mandat, bashkë me kryetarin e partisë Memli Krasniqi. Rrugët i bën daras, por e patën një pikë takimi. Aty mbërriti i pari një koqiri derisa e priti mysafirin nga Prishtina që dytë bashkë t'i bashkohen masës. Para se këta të flasin, përmendën dy kryetarët e PDK-s dhe drejtuesit e UÇK-s që janë në Hag, për të cilët të tubuarit nuk rrin ulur. Kur fjalën e merr pasuesi i këtyre në parti, thot se në Hag do të shënohet fitore e drejtësisë. E për një, në fushën e politikës, ai do të marrë përgjigje nga Ferizajasit. Trajni gode për fitore me të parën. Krasniqi lëvdoi Aliun duke thënë se është modeli i qeverisjes lokale, andaj i dha disa epitete dhe tregoi pse vizitoi Ferizajin 2 ditë para votimeve. Kryetari i punës, i përkushtimit dhe i fitoreve një pas njëshme. Sonte 30 para zgjedhjeve nuk kam ardhur vetëm që t'ju përshëndes, por edhe që t'ja uroj mandatin e ri kryetarit tonë tuaj Agim Aliut. Shefi i PDK-s tha se kjo parti do të marrë qeverisjen edhe në nivel qendror dhe kryetarët lokal si Aliu do të përkrahen. Po a them sonte padyshim që ajo qeveria e ardhshme do të udhëheqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Prandaj Ferizaj jo vetëm që do ta ketë kryetarin më të mirë, por do ta ketë më në fund edhe qeverinë që e ndihmon e nuk i pengon. Kryetari i vlerësuar nga lideri i Partisë Demokratike tha se suksesi në Ferizaj u arrit bashkë me qytetarët. Ju me dhatë, me të shtretën e me të shetën, me të shetën tuaj, si askuj tjetër, besimin e jashtëzakonshëm, fuqinë që buron për saj, për të cilën ndjej për ullësin e mirënjohjen më të thellë, për të quar për para Ferizajin. Ai e pranoi se nuk ishte e lehtë. Nuk ishte e kollajt t'i hapim perdet në hijet e së cilave eklipsohej Ferizaj. Duhej të duash, të arrish, të punosh, të sakrifikosh çdo ditë. Aliu tha se plan programi 4 vjeçarit të ardhshëm është i qartë, e jo siç i quajti premtime të akullta që i shkrin dielli. Me simpatizant rreth vetës e krenar për ta dhe me punën që ka bërë, ky lajmëroi për mbylljen e fushatës. E kur takimi u krye, daullet që s'patën mundësi ta dëshmojnë vetën e bën këtë.